Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala thumma ma ba'd. Falënderimet e takojnë Allahu subhanahu wa ta'ala. Paqja dhe bekimet e tij qofshin profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, të cilin Allahu subhanahu wa ta'ala e dërgoi udhëzues, sqarues, drejtues, dritë për njerëzit. Andaj, pas veti alayhi salatu wasalam, la historinë e tij, cila është transmetuar vras pas vrezi në Tansi, dhe cilën i më mundu me shfletu në këtë xhami, elhamdulillahi rabbil alamin. Por profeti alayhi salatu wasalam, të dashur vëllezër, pas veti la dhe një thesar të madh të fjalëve, të veprave, të porosive që njihen si hadithet e profetit alayhi salatu wasalam, fjalët e tij, mësimet e tij, udhëzimet e tij, të cilat janë ndriçim për jetën e njerëzve, udhëzim, sqarim, ndihmë për ata që me gjede me pasu të vërtetën. Të dashur vëllezër, ne kemi përfundu një seri para pushimit veror dhe tash po rikthehemi me ligjëratat javore me një seri të re të ligjëratave. Nuk do të largohemi nga trashëgimia e profetit alayhi salatu wassalam. E lusë Allahun azza wa jall që të na bëjë për atyre të cilët përveç që të mësojnë historinë e tij dhe fjalët e tij, na bëjë pasues të denjë të sinqert, të sunetit dhe të rrugës së tij, në veçanti në këtë kohë të dashur vëllezër, kur njerëz të anashkalojnë sunetin e profetit alayhi salatu wassalam, madje edhe prej besimtarëve marrin modele, shembuj të ndryshëm për të jetuar, dhe fatkeqësisht e lënë anash rrugën e tij, e cila është rrugë garantuar për këtë botë dhe për botën tjetër. Me lejen Allahu subhanahu wa ta'ala, këto ligjërat dashur vëllezër, do të fillojmë me një kapitull të ri ose një seri të re me një libër të madh të një dietarit të madh, kolos i dinit. Libri i cili ndoshta është prej librave që më së shumti Allahu azza wa jalla i ka dhënë bereqet. Sepse lexohet shumë, studiohet shumë, sfigurët shumë, por edhe mësohet përmend shumë, gjenerat për gjenerate, nxënësit e dijes, talebet, në ditët e para të kërkimit të tyre të dijes Allahut azza wa jall dhe të profetit e tij, këtë libër e mësojnë përmendsh. Ky libër dashur vëllezër është quhet al-40 an-Nawawiyya, 40 hadithet e Imam Nawawiyut. Pra bëhet fjalë për 40 ose 40 hadithe që i ka përmbledh ky dietar. Nawawi është emri, realisht emri i vendit me cilin vjen ky dietar dhe me cilin është i njohur Imam Nawawiu, i ka përmbledh në këtë libër 40 hadithe. Mirë, po që kanë thonë dietarët, janë hadithet bazë të fesë sonë, dhe secili hadith është një rregull e madhe
merin Allah subhanahu wa ta'ala, dhe të mundohemi të ndalemi të këto hadithe duke nxjerrë disa porosi, mesazhe, mësime, udhëzime të cilat na duhen të dashur vëllezër sot në kohën tonë. Mirë po, para se me fillu me librin, pa dyshim se e kemi për hak. E kemi bashkë që më ja kushtu disa fjalë autorit e këtij libri, pra biografin e këtij imamit të madh, Imam Nevawi rahimahullah ta'ala. Dhe subhanallahu tash vëzër biografia e këtij autori, historia e këtij autori, sinceriteti, puna, zeli, angazhimi, pastaj dhe rezultati që Allahu azza wa jalla dhe bereqeti që i ka dhënë në dije dhe në vepra, tregon se ky njeri ka qenë aje min ayatillah. Argument për argumentet Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe tregon edhe për sinceritetin e tij që ka pas. Imam në shumë ose të gjitha fushat dhe disiplinat e njohura të fesë islame. Imam në hadith, e kur themi imam do shëllëzër, është fjala për te djetarit, jo veç djetar, po imam pra që ju prind djetarëve në këto fusha. Andaj imamat, kur themi në imam Ebu Hanife, imam Ahmedi, imam Malik, imam Shafiu, këta janë yje. Pas tyre, pastaj kanë shku me qindra djetarë të mëdhej mirë, po këta janë ata imam të mëdhej cilët i kanë vendosë binart, rregullat mbi të cilat pastaj është ndërtu fiku e shkencat të tjera të rëndësishme. Andaj, s'ka ndryshim se Imam Nevawi rahimahullah ta'ala është njëri për imamët e Ehli Sunnetit dhe të xhamatit i dalluar në fushën e hadithit në veçanti, por në tefsir, në fiqh, në usul, në gjuhë arabe dhe shkenca në ilmu rijal, është e shkenca e cila merret me studimin e transmetuesve të hadithit. Filoni kush ka qenë, cila ka qenë biografia e tij, a bën me marr hadithet e tij e kështu me radhë. Pra ka qenë imam, dietar i madh i dalluar i ummetit islam. Dhe subhanallah, Allahu azza wa jalla ka dhënë bereqet të dashur vëllezër besimtar, që qështojnë disa prej dietarëve, çdo hoxh dietar kërkuesi dijes që vjen pas tij e ka gati pa çare me kalu përmes lidrave të tij. E pamundur është më boni hoxh, më formu ç'është duhet. Mi mësuar mësimet që ka të kërkohen në fiqh, në hadithe, e pa kalun e për librat, ose ndonjëherë për librat e Imam Nevawi. S'ka mundësi. Këto e gjithku në përbut, a që dënë më bëhojë, subhanallah. Allahu i ka dhënë bereqet në librat e tij, që pa qare ka me i lexu, dhe ka me studiu, dhe ka me përfitu prej fjaleve dhe mendimeve të tij. Imam Nevawi rahimahullah ta'ala, pra është yll për yjeve të njohur në botën islame, kalon libra të mëdhej, po disa për librave që gjithandej në për bot i gjenë të shpërndarë, madje disa për tyre edhe në për xhami i lexojnë njerëz të tjerë, siç është libri Riyadhus Salihin. Nuk ka xhami ndoshta në vendet arabe, të cilët e njohin gjuhën arabe, që krahas Kur'anit mos me qenë në raf dikon edhe Riyadhus Salihin, që ky libër i Imam Nevawiut, i cili po ashtu ka përmbledh hadithet e profetit alayhi salatu wasalam. Është i përkthyer edhe Riyadhus Salihin, Arba'in Nevawiye, At-Tibyan, Al-Majmu' dhe Kitabul Adhkar, një libër tjetër po ashtu shumë i përhapur mesin e besimtarëve, lutjet adhkare që duhet me i këndu besimtari, po ashtu
të nxjerrë hadithe të profetit I ka mbledh Imam Nevawi rahmetullahi ta'ala alayh. Allahu azza wa jalla na ka ndëruar pa dyshim. Na ka ndëruar shumë që na ka mundsu që edhe në këtë xhami, në këtë vend, në Bardhash, në këtë Kosovën tonë, nuk jam I pari pa dyshim. Thuaj se gjithë hoxhallarët cilët kanë ligjërata dhe kanë pas hoxhallarët edhe më tjetër edhe më të ri edhe sot e kanë sfigu këtë libër dhe vazhdojnë me sfigu mirë, po për shkak të rëndësisë që ka libri, për shkak të materijes që ka, të haditheve të rëndësishme që I ka përmbledh ky autor, është thuajse pamundur që mos me sqaru këtë hadith se këtë libër nga se është jashtëzakonisht I dobishëm. Imam Nevawi rahmetullahi ta'ala alayhi, Allahu pa dyshim I dha bereqet të dashur vëllezër besimtar në jetën e tij. Në qindra libra la pas veti, por nuk jetoj gjatë. Ka jetu shkurt. Ka vdek në moshën 45 vjeçare, veç. 45 vjet. Mirë po, Allahu I dha bereqet. Dashur vëllezër, ky një mësim tjetër. Jeta e njeriu nuk është me numra, ajo është bereqet e Allahut azza wa jalla. Dikuj Allahu azza wa jalla jep bereqet për 5, për 10, punon vepra madhështore. Dikush jeton 100 vjet dhe kur nalet në menu vetë çka ka bëu në çes, as vetë nuk e di. Kjo është bereqeti që Allahu azza wa jalla jep disa njerëz. Pak a shumë do të njoh dashur me biografinë e Imam Nevawiut. Është emri I tij pra Yahya ibn Sharaf ibn Murai ibn Hasan ibn Hussein ibn Muhammad Juma ibn Hizam an-Nawawi. Pra emri I tij ka qenë Yahya, pastaj emri I babës I gjyshit e kështu. Arabët e kanë pas traditë dhe kanë edhe sa dashur që kur të flasin kur të tregojnë për prejorën e huja cekën emrin e babës, ka gjatë ja qojnë duke përmendur lozën e tij deri në fund tek kabilia tij. Pra kabilia tij është Hizami an-Nawawi. Pra an-Nawawi, edhe që njihet këtë dietar, është një fshat, subhanallah, është një fshat në afërsitë të Damaskut, të Sirisë. Është në anën e Hauran quhet, afërsitë të Damaskut. Por nuk shkon shumë gjatë, atje ka lind në Nawa, pra Nawa quhet fshati dhe prej këtu pastaj e ka marrë edhe është njoft me emrin e Nawawi, sikurse edhe shumë dietarë tjerë të cilët njihen me emrin e vendit ku cilin kanë lind ose ku pastaj kanë kalu dhe kanë jetu. Pastaj në moshën 18 vjeçare ose edhe më herët kalon në Damask. Pra edhe është Nevawi, edhe është Dimeshqi, edhe është Damaskian, pra sepse ka jetu një kohë të gjatë edhe në Damask. Nofka e tij është njohur, ose I kanë thonë shokët e tij dietarë si Muhyiddin. Muhyiddin dashur vëllezër, do të thonë njeriu që e ka ngjallë fen. Ky e thënë dietarët nuk ka pas çfarë më thonë kështu. Sepse kanë qenë njerëz modest, po dhe sinqert. S'ka pas çfarë më ngjit emrat mëdhej. Mirë po ka qenë koha e tillë që krejt dietarët e kanë pas kanë lloj nofke, Shamsuddin, Izzuddin, Muhyiddin e kështu me radhë. Krejt janë lidhur rreth fesë, secili që ka bëu hizmet fesë e kanë marrë pastaj edhe kanë nga një nofkë, edhe është quajtur Ebu Zekeria. Kjo është një nofkë Ebu Zekeria, është vëllazër, domethënë baba I Zekerias. Edhe pse nuk ka qenë martuar. Pra s'ka pas as fëmijë. Është për dietarët pakt që njihen domethënë mes të dietarëve të mëdhej të cilët nuk kanë qenë të martuar, megjithatë sepse është prej sunetit burri, por edhe gruaja me pas një lloj
një lloj nofë këtill e bufiloni. Bufiloni, domethënë boba i njënit prej djemve zakonisht, ose edhe hiç mos me pas ose vajzave, Ebu Aisha, Ebu Muhammed, Ebu Abdullah, Ebu Al-Qasim, më shujt profeti alayhi salatu wassalam. Aisha radiallahu anha transmetova se ka thënë Rasulullah, sepse Aisha gruaja e profetit pas ka pasë, nuk ka pas fëmijë. Profeti me Aisha nuk ka pas fëmijë. Ka thënë Rasulullah, kretë gra të tjera e kanë një kunje, kanë një nufë. Nona e filonit, ka thonë unë s'kam atë, ka thonë ti ose nufë ka jote e tjetë, Abdullah, nona e Abdullahit, edhe pse nuk ka pasë fëmijë me emrin Abdullah. Pra, Nevaviu njihet si Ebu Zakaria, rahmetullahi alayhi. Ambienti ose vendi ku është rritë dhe qysh ka jetu. Kjo është pjesë e rëndësishme të shëllëzër, kur dojsh me njoft biografin e dikuj, pa qare me dit pa ka shumë rrethin ambientin, sepse ambienti rrethin ndikon në formimin e personit. Për shembull, tek ne shqiptarët para lufte, kohë e pushtimit, prekupimi kryesor cili ka qenë? Çlirimi. Andaj pa qarën historinë e secilit shqiptar me gjetë dashurim për atë dhe armiqsin ndaj armikut, sepse na ka hyrë në qafë. Edhe andaj ambienti, rrethi ndikon padyshim në formimin e personalitetit. Andaj është mirë çdo herë kur dësh me studiu dikon me ditë pak edhe rrethin ku ka jetu. Sepse ka një herë dikush duket si çuditshëm, po kur e din prej kohët vjen, çfarë familje vjen, po lambda kjo ka Berinxhi. Për shembull, ose ku jeton. Ose dikush duhet në djalë shumë i mirë, thotë ka, more që mashallah. I kunaqi ky kur është i filonit, po kur e din se ky ka babën e mirë, e ka pas babgjyshin e mirë. Po në rregull është, se s'ka ka del ky. Po është mendit ashtu vëzë me njoft edhe vendin ku ka jetu, është rrit fillimisht pra afër babait të tij me kushte modeste, sikurse shumica e muslimanëve në atë kohë, gjithsesi po edhe sot me përjashtime disa vende, po gjithsesi në atë kohë muslimanët kanë pas kushte modeste dhe si rrjedhoi pastaj ka punu edhe ka ndihmu babës e tij, ka punu në dyqanën e babës vet. Imam Nevaviu fillimisht. Subhanallah, djemt, shokt, bashkëmoshatarët e tij e shtishin me zër me lujt, hajde me lujt. Transmetohet se Imam Nevaviu kojke, s'du në ardhë. Jetës shokt më straushën për para. E mershin me zër me lujt. Imam Nevaviu nuk kishte dëshirë, duke qenë fëmijë. Madje nga njëherë ekte prej shokëve duke qajt, shkon të lexonte Kur'an në xhami. Po ka dëshirë me lexu Kur'an, s'po ka dëshirë me lujt. Ç'është ka thënë Allahu azza wa jall. Dhe ka lënë një shejh dashur Shejh Yasin i njohur në të rrethin e tij, dhe e po, çka po kë, e po që edhe po kanë, edhe po lexon Kur'an. Po morin me zërë, s'po du me lujt, po du me lexu Kur'an. I tha ti në hoxhëzet si shkon të mësu Kur'anin. Tha që ti personi rrigati, se me emrin e Allahut kë ka mujt dallu. Ja boni të mos i faltori, jo nuk jam faltor, po shajat i ka. Shajat i ka. Andaj me kanë edhe prindi, me kanë i meshëm. E shef fëmijën e tij që ka prirje, cila rrugën. Nuk është gojle pse jetë pa lujt. Pasha Zoti nuk është gojle. Jo dhe të lumë se është i vogël, po është i vogël, po jeta po shkon. Luj verës, luj dimrit, luj vjesht, kur me mësu, kur ta shohim na të këta dietar të mëdhej, 10 vjet, 12 vjet, 13 vjet,
shumica absolute nuk kanë hyrë në moshën madhore vetë se e bëha hafuza. E na duhet 40-50 halo të shty ka pak të mënu në isore me andaj fëmijë të shpëzër nëse dënë me i bo të ditur duhet heret me i orientu për me i lonë me lujt ka pak mire po nuk ka kohë shumë për me humbë pas lojave andaj kështu pastaj a i hoxha i tha që shto më tha filoni për djolin tënë rrej gati, tha se atën djetarë, da shumë dhe djetarë të menë që shka jenë. Aty në përveç që jetë të dëmatë shumë, fjallë të tyre, ata i analizojnë gjonat pak ma larë, i shojnë gjonat pak ma larë. Andaj kjo hoxha i tha babas vetë, që shtu më tha djetari, dhe pastaj baba i ti i kushtoj një vëmendje të veçantë, dhe duke i nej lote që në mësu Koranin dhe u bo hafëz i Koranit halo pa hynë në moshën madhore. Pastaj bashkë në bovën e vetë shku në Damask, pra zbretën prej fshatit në qytet, e Damask, dhe shumë nëzër në atë kohë, ka qenë vendi ulemave, vendi djetare. Kër shku në Damask, kër shku për me mordije. Edhe s'ka posara me tu në Damaske mos me ditë për fejë. Sepse ambient ju koni tillë. Sot vendi tregtis kush është? Po dije, te vendi atje. Kin. Djetarë të mdhejnë kin. Djetarë nuk shkojnë më bo atje. Po shkojnë, kështu që Damasku në atë kohë ka qenë vendi i djetarë i dijes dhe bashkë ka pas fatin Imam Nevoviju që me jetu në atë kohë në atë vend, ka jetu, pastaj ka banu në një medrese shkollën Rawahije, dhe subhanallahu Imam Nevovi rahimahullah, ndërsa vëllezër se kjo është në rëndësi, thotë 2 vjet, kur kam shku tash këtë shkollën, 2 vjet, bëkitu senetejni la edau gjembi bil ardh. 2 vjet, kun fjet pa ushtri heq. Për shta vozër i ka dhonë për e qëtë. Dijen bashkë ashtu, me shpallë e pejgamberi o ka zbrit. Tjerve e nëzën ka rriken, me emën Allahot ka për e qëtë. Rrinë me libër në dorë, me emën Allahot kime mësu. Valla shtinën e të ky, e majën e reastak, në ashtë ta nesër kërë që është e mësën për mensh, këto pralla kanë jenë kry para lufte, mas lufte mu nuk po përmenën. Imam Nevovi po thot 2 vjetë, vetë po thot, 2 vite do shumë bezër, nuk kanë fjetë të ratë, pra si e më ratë, në liber, unë ka marrë gjumë jem kodë pak qështu, një libra, në tavolin që të jem quve, kam vazhdu prapë me lezë, 2 vjetë. Bënë të në student, sa të 2 ditë mësë me fjetë, e lojnë me hetë. 2 vjetë dhe nuk kanë fjetë, si jam rapër me fjetë. Por, në bibliotekë, mbi libra, më ka kodë gjumi, kam fjetë pak. Studimi ose mësimit i dashurëzër, kërkimi i dijes, kjo është pjesë e rëndësishme. Të njeri për nëzonë sa veti, në altar, për nëzonë sa më dëllorët Imam Nevovijut, thot, ka zënë për hoqën e ti, për Imam Nevovijut që shka qenë në kërkimin e dijes. Kane jep karau kulle jomë 12 dërsen. Shka për Omar Menja. Qdo ditë, sa ka qenë në zënë si dijes, qdo ditë, ka prezentu 12 ligjerata. 12 ligjerata në ditë. Dhe ligjerata te nuk kanë qenë sigur të sotit, sendviqa ka 10 minuta, 15 minuta, a ka dhe ma shkurt i shka. Sot jam të rikë shirë më bëtë të ditur me TikTok, po nuk shka në vëllë, s'ka mundësi.
ka një minut më bo djetar, shtirë është. Ose me një ders një javë, edhe i ders 20 minuta 25, mirë është edhe i alhamdulillah. Nuk duhet me thonë që së është mirë. Por, për me mësu fejnë, duhet ka gjashëm mund të dashëm në zërë dhe kohë. Kjo në veçanti është për hoxhallarë dhe të kërkues të dijes, për ata cilët dëshirojnë me mësu fejnë që shduhet. 12 ligjerata kam marrë thët pjesë, ose kam prezentu mbrana ditës Imam Nevawi rahmetullahi ta'ala alejhi. 12. Dhe thot, kum shkru, kum marrë shënime për krejtë çka është dashtë, çka kam pas pa qartë e kështu me radhë. Hirsuhu ala waqtihi, dhe më thonë, ruajtja e kohën e tij. Imam Nevawi për ka qenë jashtëzakonisht i kujdesshëm që mos me humbë koha. S'ka humbë kohë dashëllëzër as ditën, as natën. Madje transmetohet se dhe rrugës kur ka shku, ose ka përsëri diçka, ose ka pas në libër dhe ka lexu, ose ka përsëri. Në rëndësi e ka shfrytzu edhe kohën e shkuarjes në shkollë ose në xhami për dije, duke përsërit sot do të lezër mundësit janë shumë më të lehta se këta që i kam pas në rrugë, në autobus, në vetur, të prit ku do që t'jesh, ndëgjoset në vesh, ndëgjën dersin, ndëgjën ligjatën, madje kështu veprën e plot vllazëri alhamdulillah, veçanti ata cilët kanë udhime të gjata në për rrugë, me qindra derset e gjëratë të hoxhallare i përcjellin dhe i ndëgjojnë përmes duke qëndruar në rrugë dhe është një mundësi jashtëzakonisht e mirë të dashur vëllezër, po jo vetëm në rrugë, po edhe në shtëpi, edhe në vende tjera ku njëri ka kohë ose më mundu me shfrytzu sa më shumë kohën për me mësu. Ibadeti i tij ka qenë dietar padyshim zahid, ibadetxhi i madh, namaz, agjerim, dhe kjo është normale për hoxhallar dhe dietar të mëdhej. Shka thonë Ibn Taymi rahmetullahi ta'ala alejhi, i cili ka qëndruar mas fale sabat një kohë të gjatë në xhami pas sabat, duke bërë dhikr. Ka thonë në qëta ka ushqim. Besimtari ushqimin më të fortë, fuqinë më të fortë e merr përmes ibadetit. Andaj gjithë dietarët janë njohur me ibadetin e madh. Ka qenë asket dashur vëllezër, zahid, jashtëzakonisht i madh. Zaten nuk ka mundësi me i bë bashkë edhe dijen, edhe pasurinë vështirë është. Mirë është alhamdulillah, ku ne e ka dhënë Zoti e jap. Po është vështirë me i bë bashkë, sepse tjetër pasuria ta lodh kokën ta nxen do gega goxha shumë ti merr të llogarit. Njëri për dietarë Aidel Khamir është gjallë halon në Riyadh të Arabi Saudite, thotë risha i ri shumë i mençur. Dhe vendosa më morë dhe me tregti. Ama shumë i Zotin në shkencat e fesë. Vendosa më marrë dhe me tregti, filloj me më shku mirë. Por, problemi është që merë këko. Pastaj, me në që me lexu libra, dashka me përcjell biznesin, dhe më tha një hoxhë që më ka dashtë të mirë, në të qera me të dhe së, o djelësh, ty Allahut ka dhonë përhetësi të thellë për fej. Le tregtin të tërkoqet mirë me tregti. Lashë dhe sa dësh për djetarë dhe kjo në botën islame. Ka me qindra libra, autori qindra librave. Imam Nevawiu ka qenë zahid në dynja, pra s'ka pas të shka për i dynjas, subhanallah, ose ka i agjeru shumë, dhe thuhet si është shumë djetarë tjerë që nuk i ka bo bashkë, ose në sofrën e ti si ka qitë dy gjella. Kanë bënim s'ka hamur kë. Kanë
rinim nuk ka hangër. Pra se ka rënu shumë. 15 jemi që 16, 14 për iftar, 2 vetë se u fra plet. Ta nuk kanë qenë kështu. Jetë e tyre ka qenë e thjeshtë. Jetë e tyre ka qenë e thjeshtë, kanë hangër sa me jetu. Nuk kanë jetu për me hangër. Por kanë hangër me jetu. So i vim. Ecë. Tjera qëllime kanë pas, tjera ambicie kanë pas, tjera synime kanë pas. E sot njerëz jetojnë për me hangër. Jetojnë për me hangër. Allahu na fal ya Rabbul Alamin. Dhe ka qenë i kujdesshëm bashkë Allahu subhanallahu dhe kjo është shumë e rëndësishme. Dhe është që shtoj një perë që njeri mësën për i tyri djetarëve të mëdhej. Ka qenë i kujdesshëm dhe thonë nuk ka hangër prej frutave të Damaskut. S'ka hangër pemë Damask nuk ka hangër. Pse? Sepse thotë shumica e tokës Damaskut ka qenë vakëf. Që njerëzit e kalon vakëf. Mirë po kanë orë pastaj pushtetarë ndryshëm, e kanë keq për dorë u përzi pastaj. E vakufin do të me rujtë. Vakufin në hangër është me katë i ma. Për vakit shkëndora në vakuf s'ka hangër eqë. Allah në tjera. So që njëherë pushteti ka vendosur disa taksa, ka kërku popullit dhe taksa për ushtrije, për kërku diçka që i ka rëndu popullin. S'ka mund me përballu dhe janë ankute hoxhat e në nevojë. Djetarë në thë kam pas hejme, kam pas i ka shku fjalla. Edhe i ka shku letër sultanit. Nuk ke frikë Allahu në zërgjel. Mos u arëndo jetën njerëzve. Po nëse pasaqet ka udhëzu Zoti. Edhe sultani, sigur se shumë sultan të tjerë, pushtetin me veti, forcen, po edhe thot filonin pak i vjen i natë dhe mërzitët, edhe me e qitë prej pune, edhe me anole rrugën. I thënë ata, i arrothën, i ndërë këtë asë është punë, asë me rrugë hezat këj beshtiti. Pro ka qenë është rujt, ka qenë zahede i madhë. Pomja ti zëshkan me mjekër të dendur, trup mesatar ka pos hejbe. Më thonë, nuk ka kalilu të dahek, ka kesh pak. S'ka bëha i gore, qashtu, djetari hadithin. Ka thonë të vërtetën dhe s'është friksu as njëherë. Dhe ka qenë i kujdesshëm, i sjellshëm, edhe me djetarë, edhe në ata cilët dhe ka posire të mirë të respekt, edhe në ata cilët kanë pas mendimet njëta, edhe në ata cilët ndoshta nuk kanë pas mendimet e njëta. Nuk është martu, jo pse ka refuzu martesën, por për shkak që në atë kohë edhe s'ka jetu shumë gjatë, por është marrë shumë me dije. Dhe sikur e ka pas i ka dhënë përparësi më shumë dijes, marrjes dhe përhapjes pastaj, se sa martesës. Edhe pse ka shpjegu për rëndësinë e martesës, e të mirët, rregullat e martesës, kene për libra, mirë po, ky dhe disa djetarë njërë me tyre është e Ibn mirë, që është pashtë djetarë i madhë, që janë prej djetarë që të cilët nuk janë ato, nuk ka qenë i martuar. Librat e ti, do shëllëzër ka libra të mëdha, të njohura, në se cilin fush, në hadith, në fiqh,
tefsir, usul, në gjuhë, libra të njohura, të përhapura, gjitha ne që Allah i ka dhënë bereqet. Ka prej tyre cilat janë libra që mësohen në për universitete, në për institutet ndryshme të fesë, në për botën islame. Allah i ka dhënë bereqet. Allah i ka dhënë bereqet, si sekretarët. Kjo të regon për sinceritetin që ka pas Imam Nevawi rahmetullahi ta'ala alaihi. Në kohën e Imam Malikut, kur Imam Maliku filloi me shkru librin e tij Muwatta. Muwatta është një libër që ka përmbledh hadithet e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Dhe i ka thonë dikush prej nxënësave të Imam, o Imam, ka shumë që si libra. Sikur që ky joti, Muwatta që ka mbledh hadithe ka shumë. Mos e lënë se s'ki nevojë se plot hoxhallar kanë mbledhur kështu. E ka thonë një fjalë dhe më në rregull, kjo është rregull për jetë. Jo është në dije, po edhe në punë tjera. Ka thonë, ma kana li ghayri Allah, ma kana lillahi yabqa, wa ma kana li ghayrihi yafna. Ka thonë, ajo që është për Zotin jetë, ajo që nuk bëhet për Zotin harrohet. Subhanallah, plot ato libra të tjera që janë shkruar as e s'përmenden. Libri i Malikut është për librave që mësohet sot gjithanej në për botë. Ne dashur të ka hedhë këtë pas po ka nevojë, bënë për Allah. Me ditë kanë që Zoti. Ku është e ka bo me që në bardhësh këtë ven afër kësaj bashkisë, në kolej me të tash. Ku është e ka bo me që ka më orë një kohë, ka më bo një xhami, ka më falë besimtarët, ka më bo xhami e madhe, ka më mësu hadithe. Ku është e ka bo me? Qëtë të veprën, e le Allah të azza se Zoti pastaj i jep bereqet. Vdekja, pra ka vdek në vitin 676 të Hijritit. 676 të Hijritit në moshën 45 vjeçare. Duke lënë pas veti një bagazh të madh të librave, të dijes, dhe kjo është dhunti prej Allahut subhanahu wa taala. Dhe më orë sot në pas 800 viteve parafërsisht, me i sfigu ose me i lexu librat e tij. Sot dietarë është vëzër kanë jetu, madje disa prej tyre kanë shkruar libra duke qenë në burg. Imam Al-Khasi, njëri prej dietarëve të dhejbit Hanefi, njërin prej librave më të njohur në mëdhëp të fikut, të hoxhallarët e din, me mësutin e ka shkruar duke qenë në burg. Sa ambicie ka pas. Në burg. O, Allah, në thëmë vesh, dal një herë për i burgu se ja, i s'ka hona ashtë, që të jemë mërëna, po shkruj. Ta një Zotë e mërë, Zotë e shpërndoni, bereqetin, të mëse bojët gojli. Qashtë është, në temë një herë më të kontali, cili është burgos, disa herë ka vdek në burg, dhe në kohën e ti librat e ti e qenë burgos, po kanë qenë librat të ndaluara, e ka orë pastaj koha që i kanë lyp, dhe i lypin edhe së djetarët, hoxhallarët, kërkosin di, librat e tyre hoxhallarëve dhe djetarët të mëdhej. Kanë jetu një kohë, shumë larg para neve, mati para neve, por bereqeti, sinceriteti, ka bo që fjalët e tyre, veprat e tyre, librat e tyre, me në transmetu, edhe neve dhe ne pastaj më pasë të mbi, prej mësimeve të tyre. Allahu e mëshiroft Imam Nevawi rahmetullahi alaihi. Çdo dije që marrim prej këtyre librave, çdo zem, çdo mësim që marrim, Allahu sevap dhe shpërblim i amoft, vorën i ndriçoft, në kopsht e kopshtë në xhenetit i shndroft, dhe gjithë djetarët tjerë të umetit të vdekur dhe të gjallë. Allahu në ndihmoft, neve në
është bereqet e sukses, e ne pranoft, e ne boft këtyre gjërata, se këtyre gjërata e ibadet, për ibadeteve që Zoti është i kënaqur, që edhe përfitojmë me mësojmë fejnë, por edhe kemi shpërblim se që është ibadet, edhe që ndrojmë